right. Well, praise the Lord. Lavdi Zotit. Let's open our Bibles this morning Le të hapim Bibla tona, and let's turn to the book of Psalms, chapter number 63. të hapim te libri Psalmeve, kapitulli 63, I had a plan to preach this on Wednesday, edhe planifikoja që ta predikoja këtë të mërkurën, but the Lord told me to preach it today. por Zoti më tha që ta predikoja sot. And He knows better than I do, Dhe ai e di më mirë se unë, and we just have to trust Him. dhe thjesht duhet t'i besojmë atij. Psalms, chapter number 63, Psalmet 63 and we'll start in verse number 1. dhe fillojmë te vargu 1. The Bible says, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land where no water is. O Perëndi, ti e Perëndia im, unë do të kërkoj erët në një truall të thatë të etur ku s'ka ujë, shpirti im ethet për ty dhe mishi im të dëshiron. I'll let you read the rest of it. Të e lexoj ndër te vargu 11, që të shoh fuqinë dhe lavdin tënde ashtu siç të kam parë në shenjtoren tënde. Buzët e mia do të lavdërojnë sepse dashamirësia jote është më e mirë se jeta. Kështu do të bekoj për sa kohë që jetoj. Në emrin tënd do t'i ngre duart lart, shpirti im do të ngopet si me palc e majmëri, goja ime do të lavdëroj me buzët nga zllimi. Kur të kujtoj mbi shtratin tim dhe të meditoj për ty gjatë rojave të vigjilencës së natës, sepse ti ke qenë ndihma ime, prandaj do të ngazëllojmë në njën e flatrave të tua. Shpirti im më ndjek pas këmba këmbës, dora jote djathtë më mban lart. Por ata që e gjurmojnë shpirtin tim për ta shkatruar, kanë për të zbritur në pjesët e poshtme të dheut. Ata kanë për të rënë nga shpata, kanë për të qenë një hise për dhelpra. Por mbreti do të ngazëllojë në Perëndin. Kushdo që betohet me anë të tij do të përlëvdohet. Por goja e çdo kujt që flet gënjeshtra do të mbyllet. Amen. This psalm Dhe ky psalm is written from a time of wilderness in the life of David. u shkruajt në një periudhë e gërësie në jetën e Davidit. Now, you would expect that since it is a time of wilderness, Tani do të prisni që meqenëse se është një kohë e gërësie, that you would see bitterness. do të shikoje hidhmëri. You would think that you would see how exhausted David was. Dhe do të mendonit se do të shinit se sa i lodhur është Davidi, Because we can see that he's in a desert. sepse e shikojmë që ai është në një shkretëtir. One of the two things were happening at this moment in David's life. Dhe dy gjëra po ndodhin në këtë moment të jetës së Davidit. Either King Saul was hunting him to kill him, Edhe mbreti Saul po e gjurmonte atë që ta vriste Davidin, or if you know about the life of David, ose nëse e dini për jetën e Davidit, maybe Absalom, his own son, was trying to kill him. ndoshta Absalomi biri i tij po përpiqej që ta vriste. And so, in my opinion, Kështu që në opinionin tim, these events should be what drove David to put the words on the paper. këto ngjarje janë ato që e drejtuan Davidin të vinte këto fjalë në këtë psalm. However, we see what was already in David. Po ne shikojmë se çfarë ishte tashmë brenda Davidit. The psalm was revealed what was already in his heart. Psalmi zbulon se çfarë ishte tashmë në zemrën e tij. This desert time in David's life Dhe kjo koha e thatësisë ose shkretëtirës në jetën e Davidit did not create the thirst for God that he had. nuk e krijoi atë etjen që kishte për Zotin, It exposed his thirst for God, por thjesht e zbuloi këtë etje që kishte tashmë, which he already had. që me thënë e kishte. David wanted close communion with the Lord. Dhe Davidi deshte një komunikim të afërt me Zotin, He saw after God. dhe ai po ishte pas Zotit, He was satisfied in the Lord, dhe ai ishte i kënaqur në Zotin, and he was sheltered by the hand of God. dhe ai ishte i mbrojtur nga dora e Zotit. And so our subject this morning is this: Kështu që tema jonë është për sot është kjo, when God is enough. kur Perëndia mjafton. Every one of us here this morning Secili prej nesh këtu sot should also seek what David sought here in our text, gjithashtu duhet të kërkojnë atë që kërkoi dhe Davidi në shkrimin ton sot, because of the reasons that David lays out here in our text today. për shkak të arsyeve që Davidi rendit në shkrimin ton. Number one, the reason for his pursuit. Së pari, arsyeja e ndjekjes
pjesë të tij. Let's read verses 1 and 2 again. Vargjet 1 dhe 2. It says, O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. O Perëndi, ti e Perëndia im, unë do të kërkoj erët në një truall të thatë të etur ku s'ka ujë, shpirti im etet për ty dhe mishi im të dëshiron. To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary. Që të shoh fuqinë dhe lavdinë tënde ashtu siç kam për të parë siç të kam parë në shenjtoren tënde. Do you know why that David had he already pursued God? E dini pse Davidi tashmë po e ndishte Zotin? He said here in the very first part of our verse, Ai e tha te pjesa e parë e vargut ton, Thou art my God. sepse tha ti e Perëndia im. David does not first express the needs that he had Dhe Davidi nuk ishte i jetur për nevojat që ai kishte or any other problems that he had. apo për ndonjë problem tjetër që ai kishte. He begins with the relationship Por ai fillon me marrëdhënien that he had in his life with God. që kishte në jetën e tij me Perëndin. He embraces the Lord Dhe ai e përqafon with Zotin his first words. me fjalët e tij të para. Notice the timing here. Dhe shikoni kohën këtu, He says, Early will I seek thee. ai tha unë do të të kërkoj erët. Now listen very closely. Tani dëgjoni me kujdes. David was making sure Davidi po siguroi that he began his day with the Lord. që ai ta fillonte ditën e tij me Zotin. I don't believe that this was necessarily the early morning hour. Tani unë nuk besoj që ky ishte domosdoshmërisht orët e herta të mëngjesit, But I believe this is what it shows. por unë besoj që këtë tregon An hour that David gets up, një orë që ngrihet Davidi whatever time that dhe is, çfarë do lloj ore që të jetë, he immediately seeks the Lord. ai më njëherë ndjek Zotin The very second he got up. në atë moment që ai u ngrit. Some people are morning people. Dhe disa njerëz janë njerëz të mëngjesit, How many people are morning people in here? sa njerëz janë njerëz që e pëlqejnë më shumë mëngjesin. Okay, all right. We have a couple. Everybody's going, no, we're not morning people. Të shumta prej njerëzve këtu janë njerëz mëngjesi. Some people are night people. Disa njerëz ju pëlqen më shumë And nata. whatever time you spend with the Lord Dhe çfarë do lloj kohe që ti të kalosh me Zotin is up to you. është në dorën tënde. But make sure he is the first thing that comes to your mind and your heart. Por siguroni që ai të jetë gjëja e parë që vjen në zemrën tuaj. Now we have to remember where David is right now. Tani duhet të kujtojmë se ku është Davidi këtu. Someone is hunting to kill him, Dikush po përpiqet që ta vrasë atë and David is in a desert. dhe Davidi është në një shkretëtir. His first thing he does Dhe gjëja e parë që bën ai, when he wakes up, before he considers his safety, kur ai zgjohet përpara se të sigurohet, me thënë përpara se të konsideroj sigurinë e tij, before he considers what food he's going to eat. përpara se të me thënë ta marri në mend se çfarë ushqimi do ha, Now see, that's me. tani ky jam unë. I wake up, Zgjohem and the first thing I think of dhe gjëja e parë që mendoj unë is what is in the refrigerator, është se çka ka frigoriferi. because I'm going straight there. Se unë drejt asaj do ik. But not David. Por jo Davidi. David, before he even speaks with his men, Davidi përpara se të flasi me njerëzit e tij, he seeks the ear of God. ai kërkon vershin e Perëndisë. He says, My soul is thirsty for you. Dhe ai thotë që shpirti im etet për ty. And he says there's no water here. Dhe thotë që s'ka ujë këtu, It's a dry place. sepse është një vend i thatë. And he is thirsty for God. Dhe ai është i etur për Zotin. Now, some of you in here, Dhe ndoshta disa për ju këtu, when you get a little hungry, kur u riteni pak, you're not very fun to be around. nuk jeni shumë argëtues që t'jeni rreth. We say that you get hangry, Themi që ti acarosh. angry and mad, Me thënë, angry and hungry. me thënë edhe acarohesh edhe i uritur, është një kombinim Now fjalësh. me, Tani I get a little angry when I'm hungry. unë acarohem pak kur jam i uritur, Not as much as most people, jo aq shumë sa njerëzit e tjerë, because I have a great big reserve. sepse kam një rezervor të madh All këtu. right.
But let me go for some time without something to drink. Por më lini për disa kohë pa pirë diçka. Let all of you get so thirsty that you feel like you're going to die. Dhe lëreni edhe ju veten tuaj të eteni aq shumë sa që do ndjeni sikur do vdisni. Arnold and Dion and I, Arnold, Dion dhe edhe Beni we went fishing last week shkuam të peshkonim and it was hot. dhe ishte vap. It was very hot. Ishte shumë vap. And we brought a lot of water with us. Dhe sollëm shumë ujë me vete, But as the day went on, por siç kaloi dita, the water sat out in the sun ai uji ndëti në diell and it was almost like drinking water that you had boiled pasta in. edhe ishte sikur të pija atë ujë që vjen në tenxhere. I was so mad Dhe ishte aq i mërzitur because it was doing no good that I was drinking that water. sepse ai ujë që po pija unë s'po më kënaqte fare. It was like drinking lava. Është sikur të pija atë lavë. All right? It was terrible. Ishte shumë keq. The first thing I did when I got home Dhe gjë e parë që bëram kur ika në shtëpi is I laid in the floor right next to the refrigerator është që u shtrita aty te sheshi afër frigoriferit and I was drinking as much water as I could. dhe po pija aq shumë ujë sa mundesh. I get so aggravated and so mad when I'm thirsty. Dhe unë acarohem shumë kur jam i jetur The body can survive a lot longer without food dhe trupi mund të mbijetoj më shumë pa ushqim than it can without water. se sa pa ujë. David is desperate here. Dhe Davidi është i dëshpëruar këtu. David is in an actual desert, Dhe ai është në një truall të thatë, but he does not complain about the desert. por ai nuk ankohet për të shkretë të tirë. He says, my soul and my flesh are thirsty. Por ai thotë që shpirti im është i jetur dhe mishi im është i uritur. There was physical thirst, Dhe kishte një etje fizike, but it was the spiritual thirst that really drove him to pray. por ishte etja shpirtërore ajo që e drejtoi Davidin që të bënte këto lutje. And in verse 2, he starts to remember some things. Dhe tek vargu i dytë ai fillon që të kujtojë disa gjëra. He says, I remember what things used to be like in church. Dhe ai thotë që unë e mbaj mend se si ishin gjërat në kish. That's the way I felt like this week. Dhe unë në këtë mënyrë u ndjeva edhe unë këtë javë. He said, I remember seeing the power of God. Dhe ai thotë që unë e mbaj mend fuqinë e Zotit. I remember seeing the glory of God. Mbaj mend kur pash lavdinë e Zotit. And he was now deprived of the house of God. Por tani ati ishte heshur shtëpia e Zotit. He was thirsty. Edhe ai ishte i jetur. And this was the real reason for his pursuit. Dhe kjo ishte arsyeja e vërtetë e ndjekjes së tij. He remembered how great the house of God was. Sepse ai e mbante mend se sa e mrekullueshme ishte shtëpia e Zotit. Let me ask us all this morning. Dhe le t'ju bëj këtë pyetje të tërë juve. It's summertime. Është verë I know there's not a lot of people here. dhe di që s'ka shumë njerëz këtu It's hot outside. dhe është vap jashtë It was hot last Saturday during the evangelism. dhe ishte vap të shtunën e kaluar. I drank like 100 bottles of water then. Dhe piva 100 bidona ujë atëherë. I drank as much water as I could the other day when I was going fishing. Edhe piva aq shumë sa ç'mundesha kur ika për peshkim. But when was the last time our soul thirsted for God? Por kur ishte ajo ere fundit që shpirti jon ishte i jetur për Zotin? Like our body does in this heat outside. Siç etet edhe trupi jon kur jemi për jashtë në vap. When do we thirst so badly? Kur jemi të etur aq keq, It's almost like we are ready to die to get back to the house of God. është sikur jemi gati për të vdekur që të shkojmë në shtëpinë e Zotit. There are some people that used to be more thirsty than they are now. Dhe ka disa njerëz që ishin më të etur më përpara se sa tani. It's time to be thirsty again. Dhe është koha që të eteni prap. Number 2, I want you to see the reason for his praise. Dhe së dyti dua që të shikoni arsyen për lavdërimin e tij. Let's look at verses 3 through 6. Dhe të shikojmë vargjet na 3 deri në 6. You go ahead and read those. Buzët e mia do të lavdërojnë, sepse dashamirësia jote është më e mirë se jeta. Kështu do të bekoj për sa kohë që të jetoj. Në emrin tënd do t'i ngre duart lart, dhe shpirti im do të ngopet si me palce majmëri, goja ime do të lavdëroj me buzë gazllimi.
kur të kujtoj mishtratin tim dhe të meditoj për ty gjatë rojave të vigjilencës së natës. I really like this part. Më pëlqen shumë kjo pjesa. He says, Lord, your love is better than life. Ai thot që dashamirësia jote është më mirë se jeta. Look at all of the results of the things that happen. Shikoni të tëra rezultatet të gjërave që ndodhin. Now, I told you this morning, if you let this get into you, it will help you. Tani ju thash këtë mëngjes që nëse e lini këtë mesazh të hyrë brenda do t'ju ndihmoj. Is his love better than life to you? A është dashamirësia e tij më mirë se jeta për ju? Once it is, Edhe kur është më mirë se jeta për ju, you'll understand exactly what David is talking about here. do të kuptoni për këtë që po flet Davidi këtu. He says because the Lord's loving kindness is better than life. Ai tha për shkak sepse mirësia dhe dashamirësia e Zotit është më mirë se jeta, He says his lips will give praise. thot që buzët e tij do të japin lavdërime. He continues and he says, where I live, I will bless you. Dhe ai thot që kështu do të bekoj për sa kohë të jetoj. Now it's very clear Tani është shumë e qartë who considers the Lord's love greater than life itself. kush e konsideron dashamirësinë e Zotit më të madhe se jetën e vet. How can we know that? Dhe si mund ta dimë ne këtë? Because we can hear you praise the Lord. Sepse ne ju dëgjojmë juve kur jepni lavdërim Zotit. Thank God. Falenderoj Zotin. Hey, can I tell you how good the Lord is? Mund i them sa i mirë është Zoti. Hey, can I tell you how wonderful the Lord Jesus is? Mund i them sa i mrekullueshëm është Zoti Jezus. That is the praises from our lips blessing his name. Dhe këto janë lavdërimet që japim ne nga buza jon që bekojnë emrin e Tij. A saved person Dhe një njeri i shpëtuar should not be a quiet person. nuk duhet të jetë një njeri i qetë. The praises of God should be on their lips. Dhe lavdërimet e Zotit duhet të jenë në buzën e tyre. And then he says, Dhe pastaj ai thot, and all this works together, by the way, dhe të tëra këto funksionojnë së bashku, I will lift my hands up and in your name. dhe tha që do të ngrët duart e mia në emrin tënd. Now remember we talked the other night, Tani mbani mend kur folëm natën e kaluar, not hands pointing back at yourself, jo duart nga vetja, but hands pointing at him por duart drejt atij, and praising his name. duke bekuar emrin e Tij. My soul will be satisfied, David says here. Dhe thot që shpirti im do të ngopet. He says my mouth will have praise with joyful lips. Dhe thot që goja ime do të lavdëroj me buzë nga zllim. What does that mean? Çfarë do të thot kjo? That means no matter how bad of a day that you've had, Do të thot që s'ka rëndësi se sa ditë të keqe që ke, how many fish you did not catch the other night. dhe sa pesh që nuk kapet dot, You do not have to force praises to God. nuk keni pse të detyroni lavdërime për Zotin. You're not praising God because it's your duty. Dhe ju nuk e lavdëroni Zotin sepse keni detyrë, You're praising God because of the abundance of love He's shown to us. por e bekoni atë për shkak të tepërsisë së dashurisë që ai na ka treguar neve. You are not ashamed. Dhe ju nuk keni turp. Why? Pse? Because 1,000 lives are not equal to the eternal life that I have. Sepse 1000 jetë nuk janë të barabarta me jetën e përjetshme që kemi. My life is so good, Dhe jeta ime është kaq e mirë, it's hard to contain me most days. është e vështirë që të më përmbash mua të shumta prej ditëve. My life with the Lord is much better than my life here should have been. Dhe jeta ime me Zotin është shumë herë më mirë se jeta ime këtu duhet të ishte. I deserve to be living a life of destruction. Dhe unë meritoj të isha në një jetë shkatrimi, I know I say that a lot. dhe unë e di që e them këtë shumë, I really do believe that, by the way. por unë me të vërtetë e besoj këtë. Nobody wishes bad things on themselves. Asnjëri nuk I uron vetes të këqija, I'm just telling you what I deserve. por unë po ju them atë që meritoj. I deserve a life of destruction. Dhe meritoj një jetë shkatrimi, I deserve to be in hell this morning. dhe meritoj që të jem në ferë këtë mëngjes. I was told today, Dhe kjo gjë më tha sot, early in the morning, në herët në mëngjes, somebody that is close to me dikush që është afër meje, that is not close to the Lord. që nuk është afër Zotit, They have gone to the hospital dhe kanë shkuar në spital, and they are checking themselves in there dhe ata po me thënë po regjistrojnë aty brenda to get as much medicine as they can që të marrin aq shumë ilaçe sa që munden, because they're losing their mind. sepse po humbin mendjen e tyre. They come from a life of destruction Dhe vina një jetë shkatrimi, and they're running back towards a life of destruction. edhe po shkojnë drejt asaj jete prapë. I deserve to be there. Dhe unë meritoj që të jem atje, I deserve to be losing my mind.
Dhe meritoj që të umbë edhe unë mendjen time. I don't deserve my beautiful family. Dhe unë nuk e meritoj familjen time të bukur. I don't deserve to celebrate 18 years of marriage yesterday. Dhe nuk meritoj që të festoj 18 vite martese dje. I deserve nothing that I have. Dhe unë nuk meritoj asgjë që kam. But most of all of those things, Por e shumta e këtyre gjërave, I certainly do not deserve the love of God. unë nuk meritoj dashurinë e Zotit. But this life is much better than what I actually deserve. Por kjo jetë që kam unë tani është më mirë se ajo jetë që unë meritoja. And for that, you hear me praise Him. Dhe për këtë ju do të më dëgjoni mua që jap And lavdërime. you'll see me praise Him. Dhe do të më shikoni mua që e lavdëroj. It's the reasons for my praises. Dhe këto janë arsyet për lavdërimet e mia. And you may say, well, sometimes I just don't feel like it. Dhe mund të thoni ndonjëherë që e po s'ndiem sot. Well, verse 6 is for you. Vargu 6 është për ju. The Bible says, when I remember thee upon my bed and meditate on thee with the night watches. Kur të kujtoj mbi shtratin tim dhe të meditoj për ty gjatë rojave të vigjilencës së natës. When you really get still Kur me të vërtet ri pa lëvizu and you take time to think about what your life could have been dhe merrni kohë për të menduar se çfarë jeta juaj mund të ishte and where you could have been, dhe ku mund të ishit and you meditate on those things for a while, dhe I meditoni këto gjëra për pak, you should automatically be thankful. ju duhet të jeni falendërues. Why? Pse? Because the precious love of God Sepse dashuria e çmuar e Zotit is much better than we actually deserve. është më mirë se ajo që meritojmë. Let me ask you this morning, Dhe le t'ju pyes këtë mëngjes, do you praise Him? a e lavdëroni ju atë? Are you thankful? Dhe a jeni falendërues? Don't let your flesh say that you have to be shy. Mos e lini mishin tuaj t'i thot juve që duhet të jeni të turpshëm, Give the Lord honor and praises. por jepini Zotit lavdërime dhe falënderime. Embarrass your flesh a little bit Edhe turpërojeni mishin tuaj pak and throw both hands in the air dhe ngrini duart lart and say, thank God. dhe thoni falenderoj Zotin. Thank God I'm not in hell. Falenderoj Zotin që s'jam në ferr. Thank God I'm not dead on the side of the road somewhere. Falenderoj Zotin që s'jam anësh rrugës. Thank God I'm not drunk this morning. Dhe falenderoj Zotin që s'jam I tap. Thank God I'm in the house of God, not a bar. Dhe falenderoj Zotin që jam në kishë dhe jo në lokal. I'm in the sanctuary. Dhe jam në këtë në vend të shenjtë. Thank God my family's in church this morning. Dhe falenderoj Zotin që familja ime është në kishë. Thank God I have the right mind. Dhe falenderoj Zotin që kam mendjen e dur. I'm not trying to go after medicine somewhere to make my mind feel better. Dhe s'po përpiqem që të ndjek ilaçet. I have medicine for the soul. Dhe kam ilaç për shpirtin. I thank God for the Word of God. Dhe falenderoj Zotin për fjalën e Tij. Thank God for Jesus. Dhe falenderoj Zotin për Jezus. This was nothing I could have done myself. Dhe kjo nuk ishte diçka që unë mund ta bëja vetë. I tried, Dhe unë përpiqem. and I tried and tried again, Dhe përpiqem dhe përpiqem. and I failed every time. Dhe unë çdo herë dështova. And all it ever took Dhe vetmja gjë që duaj was Jesus just to say, I love you. është që thjesht Jezusi të thoshte unë të dua. And that love was so much greater than the life I had. Dhe kjo dashuri ishte më e madhe se jeta që kisha. I heard it, Dhe dëgjova and I saw the life that I had, dhe pash jetën që kisha. and just to have His love was better than the life I had. Dhe thjesht të kisha dashurinë e Tij ishte më mirë se të kisha atë jetë. And I ran to Him and trusted Him. Dhe unë vrapova drejt Tij dhe I besova atij. And thank God for all that He's done in my life. Dhe faleminderit Zotit për të tërë ato që ka bërë në jetën time. Before we leave here today, Dhe përpara se të dalim këtu, someone needs to praise Him. dikush duhet që t'japi lavdërim atij. Maybe it's the first time you have, Ndoshta është hera e parë që keni bërë, but He deserves it. por ai e meriton. Maybe you haven't praised Him in a long time. Ndoshta se keni lavdëruar për një kohë të gjatë. Where would you be without the love of God? Ku do të ishit ju pa dashurinë e Zotit? Praise Him this morning. Lavdëroni atë këtë mëngjes. And number 3, the reason for His protection. Dhe së treti arsyeja për mbrojtjen e Tij. Let's read verses 7 through 11. Vargjet na 7 deri në 11. Go ahead. Sepse Ti ke qenë ndihma ime, prandaj do të ngazëllojmë në njën e flaturave të Tua. Shpirti im të ndjek pas këmba këmbës, dora jote e djathtë më mban lart. Por ata që e gjurmojnë shpirtin tim tim për ta shkatëruar, kanë për të zbritur në pjesët e poshtme të dheut. Ata kanë për të rënë nga shpata, kanë për të qenë një hise për dhelpra. Por mbreti do të ngazëllojë në Perëndin, kushdo që të betohet me anë të Tij do të përlëvdohet
Për goja e çdo kujt që flet gënjeshtra do të mbyllet. Now we saw that inward communion that David had with God. Tani e pam këtë bashkim ose komunikim të brendshëm që kishte Davidi me Zotin. And now we see this outward confidence that he Dhe has. tani shikojmë këtë konfidencë të jashtme që ai kishte. He seeks God Dhe ai e kërkon Zotin and he prays to God. dhe e lavdëroi Zotin. Now we see that David rests in God. Por tani shohim që Davidi qetësohet në Zot. The rest that God gives Dhe qetësimi ose shplodhja që jep Zoti produces real boldness in the face of real enemies. prodhojnë një këmbgulje të vërtet në fytyrën e armiqve të vërtet. He essentially here is saying, Dhe ai praktikisht këtu po thotë, there's nothing that can touch me. nuk ka asgjë që mund të më prek mua. Why? Pse? Because he's protected by the hand of God. Sepse ai është i mbrojtur nga dora e Zotit. He says the Lord has been his help. Dhe thotë që Zoti ka qenë ndihma e tij. Now, I know I say this all the time, Tani unë e di që e them këtë tërkohës and forgive me for this, dhe më falni për të, but it's something I struggle with the most. por është diçka me të cilën unë kam problem. And if someone would be honest, Dhe nëse dikush do të ishte i sinqert, you would also admit this. gjithashtu do ta pranonit edhe ju këtë. But where do we pull our help from? Na e të reshim ne ndihmën tonë. Do we rely on ourselves more than we rely on the Lord? A mbështetemi ne më shumë te vetja jonë se sa te Zoti. Now, does anyone in here else worry all the time like I do? Tani a është dikush këtu tjetër që merakoset tërkohës si unë? If you don't have worry like I do, Dhe nëse nuk keni merak si unë, then pray for me. atëherë lutuni për mua. We all rely on ourselves too much. Dhe të tërë ne mbështetemi tepër shumë tek vetja jonë. We rely on others too much. Edhe mbështetemi edhe të tjerët shumë. When we have a God that desires to take care of us. Kur ne kemi një Zot që dëshiron që të kujdeset për ne. David says, Dhe Davidi thotë, the Lord is where my help is. Zoti, atje kush Zoti është ndihma ime. And then he says, I'm under the shadow of his wings. Dhe ai thotë që jam në hijen e flatrave të tij. And I will rejoice there. Dhe ai thotë që unë do të gëzohem atje. Did any of you get in a lot of fights when you were a kid? A me thënë futeshit në shumë shere kur ishit fëmijë. Did you get in a lot of fights? No. All right. Well, maybe I got in a lot of fights when I was a kid. Ndoshta unë u futa në shumë shere. And do you know what bothered me more than anything? Dhe dini se çfarë më bezdiste mua më shumë se çdo gjë tjetër. Is when a kid would run up to me Është kur një fëmijë më vinte and they'd say, hey, edhe thoshin oh, and we'd get in a fight. edhe pastaj zjeshim, And then they would run and get behind someone bigger. edhe pastaj fsheshin prapa njerit që ishte më i madh, And they'd say, get him. edhe thoshin Get qëria him. atë. All right. Or they'd run to their parents and they'd do something like that. Ose iknin te prindrit e tyre. Maybe you don't understand what I'm talking about. Ndoshta nuk e kuptoni për çfarë po flas. I'm redneck. It's the best illustration I have. Dhe Okay? unë jam paka shumë na rethi dhe ky është shembulli më i mirë që But kam. you see, we have someone we can run to. Por ne kemi dikë ku ne mund të vrapojmë. We have a shadow that we can stay under. Dhe kemi një hije në të cilën ne mund të marrim freski. Lord, Zot, there's something going on there. ka diçka atje I don't know what's going on. dhe nuk e di se çfarë po ndodh, But you go take care of that. por ti ik dhe merre edhe sqaro me atë gjë. We have a shadow of the Almighty that we can stay under. Dhe kemi një hije të atij Zotit në të cilën ne mund të qëndrojmë. There's protection there. Dhe ka mbrojtje atje There's help there. dhe ka ndihmë And remember, don't forget, dhe mos harroni, David is being hunted. Davidi këtu po gjuhetohet. People are trying to kill him. Dhe njerëzit po përpiqen që ta vrasin. And he's not even worried a little bit. Dhe ai nuk ka as pak merak. He's not even worried at not the smallest amount. Dhe ai nuk ka merak as në sasinë më të vogël, Because he is under the shadow of the wings of the Lord. sepse është në hijen e flatrave të Zotit. He says here that my soul follows hard after you. Dhe thotë që shpirti im të ndjek pas këmba këmbës. That's step by step. Dhe ajo gjëja, me thënë këmba këmbës. Why? Pse? To stay under the shadow of the Lord. Që të qëndroj në hijen e Zotit. Can I say this morning Dhe mund ju them këtë mëngjes that it's possible for us to step outside of that shadow of protection? që është e mundur që ne të edhim këmbën jashtë kësaj hije të mbrojtjes. When you live your own way Kur jetoni në mënyrën tuaj, and you chase your own desires? edhe shkoni pas dëshirave të tuaja. Can I testify to you this morning Dhe mund t'ju dëshmoj këtë mëngjes of somebody that can tell you from experience
Na dikush që mund i thot prej that eksperiencës it's the scariest place you could ever be. që është vendi më i frikshëm ku mund të ndodhe. It is possible to step outside of that protection. Dhe është e mundur që të jeni jashtë kësaj mburoje. Now, I'm not talking about losing your salvation. Tani unë s'po flas që për humbjen e shpëtimit, That's impossible. sepse është e pamundur. You cannot lose your salvation. Dhe nuk e humbni dot shpëtimin tuaj. But it's possible to step outside of the protection, Por është e mundur që të hidhin këmbën jashtë kësaj mbrojtjeje, living your own way, duke jetuar në mënyrën tuaj and chasing after your own dhe desires. duke shkuar pas dëshirave tuaja. David says here Dhe Davidi thot that he seeks his shelter in the Lord. që ai kërkon mbrojtjen e tij në Zot. And then he says, Dhe pastaj ai thot, those that seek his soul, ata që gjurmojnë shpirtin tim, the Lord will take care of. Zoti do e mbaroj këtë punë me ata. Lord, they're trying to kill me. Zot po përpiqen që të më I vrasin. don't know what you're going to do, Se di se çfarë do bësh, but you're bigger than me. por jam i madh se mua. Go get them. Shko edhe sqaro me ata. Isn't that wonderful? I know you're not bigger than me, but it's a good example. Është një shembull i mirë. All right, maybe you need to be standing behind me. All right. All right. Well, David says Davidi thot that those that seek to destroy him, që ata që gjurmojnë që ta shkatrojnë shpirtin e tij, they will be stopped ata do të ndalohen, and they will be destroyed themselves. edhe ata do të shkatrohen vetë. It's not vengeance that David is seeking. Dhe këtu nuk është hakmarrje për të cilën po kërkon Davidi. Understand that. Dhe kuptoni këtë. It is simply confidence Por është thjesht konfidencë that the Lord would take care of him. që Zoti do të kujdesej për atë. This morning, our rest should be found in Christ. Dhe këtë mëngjes shplodhja jonë duhet të gjetë te Krishti. The Bible says in Psalms 127, Bibla thot te Psalmet 127, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. është e kot të çosh herët e të rish zgjuar vonë, të hash bukën e pikëllimeve, se kështu ai i jep gjumë të dashurit të tij. What is it that we're worried about? Për çfarë kemi ne merak? The Bible says here that it is useless. Dhe Bibla thot që është e kot. There's no point for us to lose sleep over something that we're worried about. Dhe nuk ja vlen që të humbësh gjumë për diçka që ke merak. We shouldn't be worried. Dhe s'kemi pse të kemi merak. When we worry, Dhe kur ne kemi atë merakun, we worship the problem, ne atëherë japim lavdërim e problemit not the solution to the problem. dhe jo zgjidhjes së problemit. The Lord will give us rest Dhe Zoti ne do të na jap shplodhje, because in Him is our protection. sepse në të është mbrojtja jonë. And we should lean on Him more. Edhe ne duhet të mbështetemi tek ai më shumë. Now, this morning we see that David sought God early. Dhe këtu në këtë shkrim shikojmë që Davidi e kërkoi Zotin herët He found Him to be enough. dhe e gjeti atë që t'i ishte mjaftueshëm He praised the Lord in the desert. dhe i dha lavdërim e Zotit në shkretëtir He found God to be enough. dhe e gjeti që Zoti ishte mjaftueshëm. He rested under the wings of God. Dhe pastaj ai u shplodh nën flatrat e Zotit And he found out that the same hand that holds him up dhe zbuloi që njëjta dorë që ngrat të lartë is the same hand that takes care of everything he needs. është e njëjta dorë që sigurohet për nevojat e tij. And he found that it was enough. Dhe ai e gjeti që t'i ishte mjaftueshëm. Now we all have times of dry times in our lives. Tani të tërë ne kemi kohë të thata në jetën tonë This psalm does not give us a false promise dhe ky psalm nuk na jep një premtim të rëmë that the dry times would be removed quickly, që kohët e thata do të ishen shpejt. but it shows us that God can be found within the dry time. Por kjo na premton edhe që Zoti mund të gjehet në kohët e thata. Our soul should thirst after him, Dhe shpirti jon duhet të jetë i jetur pas atij. and he is enough for everything that we need. Dhe ai mjafton për çdo gjë që na duhet. But when the lies of people Por kur gënjeshtrat e njerëzve, and the dangers of life edhe rreziqet e jetës and the problems that are around us, dhe problemet që ndodhen rreth nesh, will we rest in him a do të shplodhemi ose do të qetësohemi ne tek ai and give him the praises that he deserves? dhe t'i japim atij lavdërimet që ai meriton. Now let's pray together this morning. Le të lutemi së bashku.